Horoskopi mujor Mars 2026, Dashi, kozmosi ka ndezur një motor shtesë vetëm për ty është sezoni yt dhe energjia jote ndihet më e fuqishme se kurrë. Kreativiteti yt është në flak, idet rrjedhin natyrshëm dhe manifestimet po marrin formë më shpejt se sa e kishe menduar, por fuqia jote këtë herë nuk vjen vetëm nga zjarri, vjen edhe nga qetësia që po mëson të kultivosh brenda vetes. Edhe në momentet më të trazuar, po gjen hapësira paqeje dhe gëzimi. Dhe kjo është superfuqia jote tani, në planin profesional mund të shfaqen mundësi të papritura, dyert që hapen kur më pak e pret. Ndërkohë, marrëdhëniet personale kanë potencial të lulëzojnë. Duke sjellë më shumë butësi dhe afërsi, mesazhi i udhëzuesve të tu është i qartë: ruaje paqen tënde. Ajo është dhurata jote më e çmuar këtë sezon. Edhe nëse ndihesh e brisht her pas here, kur kthehesh në qetësinë e zemrës tënde, gjithçka bëhet më e menaxhueshme. Durimi në çështjet e zemrës, si në punë ashtu edhe në jetën personale, është thelbësor. Jo çdo gjë ka nevojë për nxitim, edhe pse ti je e lindur për shpejtësi, bëje meditimin dhe frymëmarrjen e ndërgjegjshme pjesë të përditshmërisë. Ato janë karburanti i padukshëm që do ta mbajë zjarrin tënd të ndezur pa të lodhur. Demi, ke mbajtur një barë për shumë kohë, Demi. Dhe në gjithë atë që ke përballuar, shpesh ke marrë mbi supe edhe pesha që nuk ishin të tuat. Drama familjare, sfida të padukshme që vijnë nga rënjet e tua, rregulla e pritshmëri që dukeshin të ngrira në kohë, ndoshta të shtyn të bësh zgjedhje që u ndjen çliruese, madje paksa rebele. Ky muaj është për të çliruar nga veprimet automatike, nga reagimet e detyruara dhe modelet e përsëritura. Është koha të kalosh nga duhet tek ndjej. Të veprosh nga intuita jote, nga ajo zë i brendshëm që është i yti, jo nga ajo që ke përfitur nga ambienti përreth. Kur qetëson zhurmën, thellësia jote bëhet e dukshme. Ti je ai që thyen ciklin në rrethin tënd të ngushtë. Dhe sado sfiduese të duket kjo rol, shpirti yt e zgjodhi këtë jetë sepse e dinte që ti do ta përballoje me forcë dhe dinjitet, në vend që të mbash hidhërim për përgjegjësitë e mëdha, provo të festosh fitoret e vogla. Festoj ato pjesë të tua unike, ndoshta pak ekscentrike, që të tjerët nuk i vënë re apo nuk i kuptojnë plotësisht. Ato janë dhurata jote. Binjakët, ke nevojë për pak më shumë dashuri dhe kujdes këtë muaj, binjak. Energjia e kësaj periudhe të bën të ndjesh thellësisht labirintin në të cilin ke qenë, por njëkohësisht të jep shtysën për të dalë prej tij, je fort, gjallë dhe plot vendosmëri, gjen arsyet e tua dhe ec përpara. Gjen plagët e buta brenda vetes dhe zgjedh t'i ushqesh me dëmshuri në vend që t'i injorosh. Mund të ndodhë që të shërosh marrëdhënien tënde me një figurë amësore, ose mënyrën se si e ke përjetuar praninë apo mungesën e saj në jetën tënde, kudo që ndodhet binjakët në hartën tënde astrologjike. Ja vlen të ndalesh dhe të kuptosh mësimet që po sjell, përmes shtëpisë astrologjike dhe planetëve që e prekin këtë shenjë. Kjo nuk është një shëtitje e rastësishme. Është një kapitull transformimi, binjak, ti po rishkruan një histori tërësisht të re. Dhe këtë herë dëshiron ta bësh sipas mënyrës sate, ashtu siç është e drejtë për ty. Gaforia, po kalon një rit kalimi këtë muaj, Gafore. Kërkove diçka dhe tani kozmosi po të pyet, a je vërtet gati për të? Sa lehtë do të rrëshqasësh në zakonet e vjetra? Dhe sa shumë nga ajo që dëshiron je gatshme të punosh për ta ndërtuar me ritëm të qëndrueshëm, a mund të vazhdosh përpara pavarësisht pengesave? Një gjë mund të jetë bërë e qartë për ty, jeta rallëherë shkon saktësisht sipas planeve. Planet që bën shpesh ndryshojnë rrugë. Por ajo që po funksionon, ajo që po merr formë natyrshëm, është aty ku duhet të përqendrohesh. Ti po hyn në një kapitull të ri fuqizimi personal dhe pavarësie. Është koha jote për të ndërtuar vetbesim dhe për ta përqafuar jetën ashtu siç vjen. Mos prit që gjithçka të jetë perfekte për të lëvizur përpara. Bëje dashurinë dhe marrëdhëniet prioritet edhe në punë. Kur zemra jote ndihet e mbështetur, do të vësh re se energjia dhe motivimi për të arritur gjithçka tjetër rriten natyrshëm. Fokusoju paqes tënde të brendshme. Vendos ritmin tënd.
Kjo është jeta jote dhe ti ke të drejtën ta jetosh sipas mënyrës sate. Luani, ke menduar gjatë gjithë kohës se problemi ishe ti, prandaj vazhdimisht je zvogëluar për t'u përshtatur. Luani, ndoshta ka pasur një grimcë të vërtetë në faktin që ndonjëherë mund të shkosh në ekstremin tjetër, duke u bërë tepër i përqendruar tek vetja. Por jo gjithmonë, këtë herë ke reflektuar. Ke mësuar atë që duhej të mësoje. Dhe tani udhëzuesit e tu po të nxisin të ngrihesh nga ajo që e ke quajtur dobësi. Nuk është dobësi, është fazë rritjeje, ti je i mbrojtur. Prandaj guxo të kërkosh atë që dëshiron. Guxo të kërkosh të bëhesh versioni i vetes që në të vërtetë ndihesh i thirrur të jesh. Mesazhi i vetëm është ky: mbaje përulësinë pranë zemrës. Lejo që jeta jote të ndihet si festimi që meriton të jetë, jo si bar apo dram që të rëndon. Kur qëndron në balancë mes vetbesimit dhe përulësisë, drita jote nuk verbon, ajo frymëzon. Virgjëresha, një kapitull i ri po fillon për ty këtë muaj, Virgjëresh. Ke vënë re se nuk je më e njëjta. Madje, ndonjëherë as nuk ndihesh si i njëjti person. Diçka brenda teje ka ndryshuar dhe këtë herë ndryshimi është real. Ky muaj të kërkon të shtypësh gazin dhe të marrësh timonin e jetës tënde në dorë. Mund të rrish me ndjesinë e FOMO-s, frika se po humbet diçka, ose mund të ngrihesh dhe t'i japësh jetës një shans të vërtetë. Dhe prej disa muajsh, mendësia jote ka qenë më shumë drejt veprimit se sa hezitimit, që nga korriku 2025 mund të jesh ndjerë sikur jeta është bërë monotone, ndoshta paksa bezdisë. Por mos e humb shpresën. Një histori që nisi në mars 2025 tani po mbyll ciklet dhe po lidh fijet e mbetura pezull. Besoj zërit të butë brenda kokës tënde që të shtyn të vazhdosh përpara. Kur vepron me vendosmëri dhe pastërti qëllimi, energjia jote shumë fishohet. Dhe pikërisht aty lindin mrekullit, shpesh papritur, si nga hiçi, ti nuk je më ai ajo që ishe. Dhe kjo është forca jote. Peshorja, ti je magjia jote këtë muaj, peshore, dhe universi do ta vërtetoj këtë në shumë mënyra. Fëmia yt i brendshëm po shërohet dhe kjo duket në atë zbutje të lehtë të energjisë sate. Nuk je më aq i ashpër me veten apo me të tjerët sa dikur. Përkundrazi, je më i hapur për t'i dhënë jetës një shans të dytë, zemra jote ndihet më e lehtë dhe si pasojë, manifestimet e tua po përshpejtohen. Synimet e tua janë më të qarta dhe godasin më afër në shenjë. Kanalet e komunikimit janë më të pastra, më të drejtpërdrejta dhe aftësia jote për të ruajtur qetësinë mes kaosit është forcuar ndjeshëm. Ky muaj nuk është vetëm për të lëshuar dhe pastruar. Është edhe për të rindërtuar. Por i shkruan programet e tua të brendshme dhe mënyrën si flet me veten, në forma më konstruktive, më mbështetëse dhe më frydhënëse. Shto pak aktivitet fizik në rutinën tënde të kujdesit ndaj vetes. Lëvizja do të ndihmojë të qëndrosh i jetokëzuar në trup dhe i kthjellët në mendje. Ti je në harmoni me veten dhe kjo është forma më e pastër e magjisë. Akrepi, shikoje veten, akrep, duke bërë lëvizjen, duke marrë drejtimin dhe duke u përpjekur të ndihesh sërish i ndritshëm dhe plot gjallëri. Dhe po, këtë muaj thellësia jote emocionale është në një tjetër nivel, por jo në një mënyrë dramatike. Është më shumë një ndjesë i zgjerimi, sikur zemra të mbushet plot në mënyrën më të bukur, shpirti yt po zgjerohet. Po merr mesazhe, perspektiva dhe kuptime që të ngrenë vibracionin. Është një muaj shpirtërisht dhe emocionalisht shpërblyes, ku më në fund sheh se qëndrueshmëria jote në komunikim po jep fryte, çfarëdo për të cilën ke qenë këmbëngulës gjatë 6-9 muajve të fundit, dhe për disa madje 10-13 viteve, po fillon të lëviz ngadalë në drejtimin e duhur. Ndryshimet mund të jenë të buta, por janë reale. Kujdesu për trupin tënd këtë muaj, sidomos duke qëndruar i hidratuar. Dhe janë një ritual i vogël magjik për ty. Mbush një shishe me ujë, mbaje mes pëllëmbëve, imagjinoje të mbushur me dritë dhe vendos qëllime për të. Mund të thuash në heshtje, faleminderit që më mban të shëndetshëm, faleminderit që më mbush me vetbesim. Faleminderit që po shëron emocionet e mia, pastaj pije gjatë ditës me vetdije.
Nëse e rimbush shishen, përsëritë ritualin. Shigjetari, kushdo që ka thënë se paraja e bën botën të rrotullohet një vetëm gjysmën e së vërtetës. Në thelb, ajo për të cilën të gjithë kemi uri është dashuria dhe njohja. Paraja është thjesht një nga mjetet që mendohet se na çon atje. Disa prej jush mund të kenë kaluar sfida emocionale apo të zemrës. Të tjerë mund të ndihen të bekuar në disa fusha. Çfarëdo qoftë situata, udhëzuesit e tu të kujtojnë se në zemrën tënde mund të jesh duke mbartur si bekimet ashtu edhe barat e paraardhësve të tu. Bekimet janë të mirë pritura, por sfida lind kur ndihesh sikur je ti ai ajo që duhet të rregullojë gjithçka për të gjithë. Kjo është diçka nga e cila mund të tërhiqesh. Lehtësohu pak. Rikthe energjinë tënde zjarrt dhe lozonjare. Dhe të lutem, ndalo së mbushuri pjatën me gjëra që në fakt do të preferoje të mos i bëje. Kjo nevojë e vazhdueshme për të qenë në veprim është shpesh sistemi yt nervor që i shmanget pushimit, sepse zënia të duket e njohur, dhe ajo që është e njohur ndihet e sigurt. Por ajo që të duhet vërtet tani është një pauzë. Pak kujdes, pak butësi ndaj vetes, është koha të mësosh një mënyrë të re për të përballuar jetën. Kozmosi nuk ka më nevojë që ti thjesht të mbjetosh. Bricjapi, kjo është koha jote për të krijuar, bricjap. Qoftë nëse je diell, hën apo ascendent në bricjap, ky është muaji yt. Ke marrë një hap pas dhe je ngadalësuar mjaftueshëm për të kuptuar pjesët e mozaikut që kanë qenë para syve të tu gjatë gjithë kohës. Tani është momenti të gdhendësh rrugën tënde dhe të ndërtosh ëndrat e tua. E njohura do të tërheqë drejt drejtimit të zakonshëm, dhe rezultati me shumë gjas do të ishte i njëjtë si gjithmonë. Kjo të jep ndjesi sigurie. Por brenda teje ekziston ajo ndjesi e qetë që të thotë se intuita po të kërkon të lëvizësh në një drejtim tjetër. Dhe ndoshta, pikërisht aty është rruga jote e vërtetë. Në thellësi e di se rezultatet do të vinë herët avon, dhe se do të jesh ulur në vendin më të mirë në tryez. Por ky muaj të kërkon të lëvizësh me qëllim, me vizion afatgjat në mendje. Sepse aty po shpaloset kapitulli i ri i misionit tënd, po krijon diçka të re, madje edhe një stabilitet të ri brenda marrëdhënieve të tua. Ky është muaji kur thua abrakadabra, por sigurohu që pasi ta thuash fjalën magjike, të artikulosh qartë dhe pozitivisht atë që po krijon, fjalët e tua kanë po aq fuqi sa planet e tua. Prandaj, zgjidhi me kujdes. Dhe vazhdo përpara, ti nuk po pret më momentin e duhur, ti po e krijon atë. Ujori, është koha jote të shkëlqesh këtë muaj, ujor. Eklipsi që ndodhi në shenjën tënde muajin e kaluar ka hequr perden nga sytë e tu dhe ndoshta të ka shtyrë të flasësh më hapur për qëllimet, aspiratat dhe ëndrat e tua. Tani e kupton se ka shumë pak për të humbur nëse guxon të ndjekësh dëshirat e tua të fshehta dhe të fillosh të veprosh për to, në vend që thjesht të ëndërrosh. Këtë muaj, veshe guximin si bizhuterinë tënde më të çmuar. Shëro, rregullo marrëdhënia aty ku është e nevojshme, dhe lejo që idetë e thella dhe frymëzimet që vinë si rrufe të bëhen harta jote drejt së ardhmes së shenjtë. Çështjet financiare dhe bollku janë në rrugën e duhur. Dhe kozmosi është gati të japë një shtys në këtë drejtim. Familja, tradita dhe komuniteti gjithashtu marrin një rëndësi të veçantë për ty këtë periudhë. Rënjosu fort në qëllimet e tua kryesore. Ktheu tek ato gjatë gjithë muajit, ashtu siç kthehesh në vendin tënd të preferuar në trampolin, vetëm për të marrë hovë dhe për të bërë një kërcim edhe më të madh herën tjetër. Ti nuk je më duke pritur momentin e duhur. Ti po bëhesh momenti. Peshqit, tema jote thelbësore këtë mars është kujtesa se ti je drita. Ka shumë lëvizje në nivel kozmik dhe energjitë do të vazhdojnë të ndihen gjatë gjithë vitit. Ndërsa mbyllim portalin e eklipseve në fillim të muajit dhe lundrojmë në ujëra retrograde për pjesën më të madhe të tij, mund të ndihesh sikur po noton kundër rrymës, por detyra jote, i dashur peshq, është të mos lejosh që zëri i frikës apo ankthit të pushtojë. Puno me engjëjt dhe udhëzuesit e tu shpirtëror. Vazhdo të notosh drejt farit dhe dije se je i mbrojtur dhe i ruajtur me dashuri.
Fillime të reja po të presin pas datës 20 mars ose rreth asaj kohe, sa më shumë të harmonizohesh dhe të akordohesh me intuitën tënde. Aq më të buta dhe më të shpejta do të jenë rrugët drejt asaj që dëshiron. Qendra jote e kurorës është e hapur, po merr ide të frymëzuara, të fuqishme. Tani është koha të aktivizosh edhe çakrën e pleksusit diellor, të pastrosh dhe të hapësh energjinë e saj, në mënyrë që këto ide të marrin formë përmes veprimit tënd të sigurt dhe këmbëngulës. Ti nuk je këtu për të humbur në mjegull. Je këtu për të ndriçuar rrugën, fillimisht për veten, pastaj për të tjerët.